Shikues nderuar të televizionit bëjnë përshëndetje, mirë se takohemi së bashku në rubrikën e intervistë. Dua në fillim të bëj një prezantim asaj të cilët sot e kemi të ftuar dhe të ndalim fillimisht me vetë faktin që ishte një lajm i gëzuar për të gjithë ne, fakti që tani Xhubleta, e cila është trashëgimi jona kulturore me mia vjeçare, të cilën pra nana tona, gjyshët tona e kanë mbajtur me krenari këtë veshje tonë kombëtare, është pjesë e UNESCO-s. Por patjetër kemi edhe nga ata të rinj, gjeneratat e reja të cilët e mbajnë me burrje, e kanë mbajtur që në femiri dhe patjetër gjithmonë na kanë prezantuar mënyrën më të bukur si këtu dhe jashtë vendit. Ky është edhe viti i Xhubletës dhe kështu nuk ka hezituar dhe ka qenë një vit plot me aktivitet duke prezantuar atë në mënyrën më të bukur. Ajo e cila është sot me ne në studio bëhet e fjalë për Violeta Gjoke. Violeta, përshëndetje, faleminderit që pranove ftesën tonë. Përshëndetje, faleminderit juve. Besoj se shumë nga ju tani fytyra juaj është e njohur për vetë faktin që keni qenë edhe Miss Malësia dhe kështu nuk është një fytyrë të cilën nuk e njohin, por gjithsesi kanë pasur mundësi që t'ju shohin edhe në skenë dhe është diçka të bukur të cilën patjetër duam të prezantojmë dhe ta përcjellim. Besoj se kështu vlen edhe një mesazh i bukur për generatat e reja për të ruajtur veshjen tonë kombëtare. Unë fillimisht do të di se si lindi pra dashuria për Xhubletën, ka filluar, kush e përcjelli tek ju atë? Dashuria për Xhubletën, mendoj se ashtu si çdo gjë tjetër në jetë fillon nga vetë prindrit, cilët jam shumë falënderuese për çdo gjë ndaj tyre. Dhe Xhubleta në shtëpinë tonë është e lashtë, është trashëguar brez pas brezi, kështu që vetëm kam shkuar mbas traditës familjes time, duke dashur atë edhe unë dhe duke e përcjellur atë. Atëherë, duhet të di se kur ti për herë të parë ke veshur Xhubletën dhe nga kush e keni trashëguar? E kam trashëguar nga familja ime, gjithashtu dhe ku jam martuar nga vjehra, dhe hera e parë mbaj mend ka qenë kur kam qenë 6 vjetë, dhe ka qenë nga motra ime. Ajo ishte duke u bërë gati për një festival dhe unë shkoja në shtëpi duke e provuar atë nga qefi që kisha. Dhe në skenë, për të parë në herë kam veshur kur isha 9 vjeçë në Shqiptari. Do të thotë, asë kohë kishe Xhubletën që ishte e vajznisë, apo jo? Po, Xhubleta e vajznisë. Edhe kjo që u trashëgua, do të thotë nga gjyshja, apo jo? Kështu që si e more ti ata, po kishte më shumë dhe ishte të ndara që i kishte ndarë se cilës mbes do i shkojë cila Xhubleta, po si e more? Jo, nuk kishim e lajt shumë, sepse ne kemi qenë shumë nipa dhe mbesa, por e kemi veshur një nga njëtëm kështu. Dhe tani kam kënaqësinë që ajo më tokon mua nga gjyshja. E more më në fund ti? Po, e mora unë, sepse jam marrën me shumë të me të tëmë kështu. Kam pas kohë me shumë të për Xhubletë dhe më tokoj mua. E meritove. Mirë, për vitin ke zbukuruar skenën me Xhubletë dhe përfaqësuar traditën malësore duke qenë edhe antare e shoqërisë kulturore artistike Rapsha. Si e përshkruan një pjesëmarrjen tuaj? Tha që në moshë të vogël për herë të parë ke marrë pjesë në skenë. Si ishte ky udhëtim për ty? Mund të them që shoqëria kulturore artistike Rapsha është një nga kujtimet më të bukura të femirisë dhe të rinisë sime. Kam kaluar një kohë shumë të bukur aty, emocione të ndryshme, shoqëri e kështu me radhë, është diçka që nuk do e harroj kurrë, është një kujtim shumë i bukur në jetën time. Dhe doja propozoja se cilit prind ndoshta, jo pa vullnet të fëmijës normal, por që t'i aktivoj fëmijën e vet në folklore festivale, sepse jo vetëm skena, por veshja, çdo gjë është shumë e bukur jetë. Ishin prindrit ata që fillimisht ju shtyn apo ishte dëshira? Po, normal. Prindrit kanë qenë ata që na shtyn. Mbaj mend sepse tani nga provoja diellet të flas edhe për fëmijën tim, prandaj thash jo pa vullnet, por nganjëherë edhe dëshira e prindrit për të mirë del mirë. Dhe kur kam qenë e vogël, mbaj mend që kisha shumë qejf të shkoja në folklore kështu me radhë, por kur kishim një angazhim ditëlindje apo diçka pritoja, sepse doja më shumë anën tjetër, festa por diçka kështu. Por tani e shoh se sa nuk kam gabuar që i kam dëgjuar dhe kam shkuar në skenë e i kam lënë ato anët. Si ishte skena? Si ishte që të i mësosh nga fillimi ato vallat, pastaj edhe me moshën, keni
kaluar edhe tek grupi më i madh që keni mësuar edhe vallet e tjera, si u ndjeshit ju në skenë? Kishin fillim edhe ato emocione? Ka qenë shumë bukur, kemi pasur njerëz të mirë dhe njerëz të certifikuam që na kanë mësuar të luajmë dhe fatmirësisht kemi pasur çdo herë kryetarit të mirë në shoqërinë kulturore artistike Rafsha, kur kemi pas marrëveshjen e kështu çdo gjë është kënd kollaj. Kështu që edhe kur ke pak dëshirë, çdo gjë arritet dhe është bukur. Ju komentoshi kur shkoshi edhe jashtë shtetit, si u komentoshit ju si shoqëri? Ishte përvojë për besoj për të njoftuar. Dhe mbaj mend për sa kam qenë unë pjesë e folklorit, që janë 10 vjet, asnjëherë nuk jemi kthyer në shtëpi pa çmimin veshja më e bukur mbi gjitha. Asnjëherë, domethënë, çdo kund ku kemi pas shfaqje, jemi shpërblyer me çmimin veshja më e bukur dhe pastaj kanë ardhur edhe çmime të tjera dhe kështu edhe xhubleta, po na bë krenar, edhe tash është vlerësuar do të thotë edhe më përpara. Po. Më kujtohet që ishte gjithashtu edhe duke moderuar një festival i cili në bën të gjithë krenarëve, siç është festivali mbarkumtar i Rafshës, si ishte kjo përvojë për ty? Kishe emocione para mira spektatorëve që të prezantosh atë festival të bukur? E vërtet, kam prezantuar, ka qenë emocion shumë i bukur, dhe pse jo i lehtë, sepse isha pak smur ato ditë dhe nuk kisha kohë të përgatitja veten dhe fatkeqësisht 2 nete tjera që i kisha për prezantim nga virusi, them kështu, nuk munda të dal në skenë, por atë ditë që dola ishte kënaqësi dhe ishte një bukuri sepse gjithaj popull në një event siç është Malësia ishte shumë bukur ta shihje të mbledhur. Është vërtet shumë bukur që keni marrë këtë iniciativë dhe që edhe ne si spektator të cilët kemi qenë pjesë atyre manifestimeve, vërtet i kemi shijuar të gjithë atë kontribut të cilën e keni dhënë ju në skenë. Është vërtet për të admiruar. Tani dua di se si e vlerësoni sot që Xhubleta është pjesë e UNESCO-s. Kishe filluar edhe pak më parë të më thuash, pra si pasuri botërore e njerëzimit, si e prite këtë lajm? Jam shumë e lumtur që mundi i gjysheve dhe stërgjysheve tona, them kështu, po shpërblehet duke u kurorëzuar me UNESCO-n. Ato kanë hjekëzin, kushte jo të mira që të qesin në pa bukurinë e kombit tonë shqiptar dhe ja arritën, ato çdo herë ja kanë arritur, por kësaj herë duke e kurorëzuar në nivel botëror. Atëherë ju nuk nguruan që të jeni pjesë edhe e sfidës, që ishte pra gjatë këtij viti Xhubleta dëshmitare e lashësisë son. Si vlerësoni këtë organizim dhe si ishte për ju që të sjellni një sfilat për herë të parë që kishim me Xhubletën pikërisht në Malësi? Isha shumë e lumtur që mora pjesë në atë sfilat. Organizimi pa dashur të teproj me fjalë ka qenë nivel botëror, sepse ishte një gjë e mrekullueshme të shish se sa shumë e kanë ruajtur Xhubletën në Malësi, sa të bukura janë Xhubletat në Malësi, e mbi gjitha atë vajzë të bukur të sfilonte në skenë këtu në Malësinë tonë. Ka qenë një mrekulli, kështu të shihje me sy atë bukurinë në skenë. Vërtet për të admiruar edhe kjo pjesë të cilat të gjitha duke me krenari e bartin Xhubletën. Xhubleta është krenari, domethënë besoj se secila grua që e vesh e ndjen veten të burruar, krenare dhe ndjen veten tamam grua kur është në pajin e Xhubletës. Pra me vujtin e Xhubletës në mbrojtjen e UNESCO-s, mori për masat e reja, kështu që u ftuat të flisni më gjërësisht për trashëgiminë e saj edhe në Shqipëri. Në fakt, unë me shumë kuriozitet e kam dëgjuar edhe në emisione pra në Shqipëri, ku je ftuar të përfaqësosh malësorët dhe përfaqësosh veshjen e tyre kombëtare. Mund na thuash diçka më shumë? Kalum një ditë shumë të bukur, ishe ftuar në Top Channel. Ata ndërmjet rrjeteve sociale pan foton time me vajzën time në Xhublet dhe va shpëlqyer, më kanë ftuar dhe unë me shumë kënaqësi doja të shkoja që t'u tregoj se si Malësia jonë don Xhubletën, si e ruate, që më shumë se 4000 vjet dhe t'u tregoja sa më shumë për të. Unë jam e vogël të flas për Xhubletën sepse për të flet historia, thjesht t'u tregoj dashurinë që kemi ne për të. Është më rëndësi që të kemi persona si ju që ajo të ruhet, mos vetet në arrest. Kjo është më rëndësi dhe besoj se meriton me gojë plot që të flasësh për të. Gjithashtu, do të di pasi që një ftesë tjetër vjen për ju edhe morët pjesë në festivalin e Ulpiana Fest. Na flisni më shumë për ta dhe si u komentuat.
kisha ftesën dhe në Ulpiana Fest, i cili ishte koncerti, festivali i parë që organizonte atje, dhe kisha si detyrë të mirëprisja e para kryeministrin e Kosovës, Albin Kurti, ku dhe vetaj kur pa nga afër xhubletën dhe detajet ishte i mahnitur nga bukuria e sajna. Kishte shumë veshje të vjetra aty, nga lloj-lloj vendesh, lloj-lloj veshje të ndryshme, por të në vërtetën xhubleta dominonte, shkelcente, të them kështu. Atëherë ishte një manifestim, një organizim i bukur apo jo, dhe do të di se si u komentuat nga ata që ishin prezent aty. Ishte shumë i bukur dhe kisha qejf që t'u tregoja xhubletën dhe ata u mahnitën nga bukuria e saj të gjithë, mbi gjitha kishte njerëz shumë të ngritur aty dhe ishte për festival të parë ishte i organizuar në mënyrë nivel, them kështu. Dhe për krah jush, në të gjithë këtë rrugtim është bukur që të shohim që ju mbështesin, posaçërisht bashkëshorti i cili ju shoqëron në të gjitha këto ftesa të cilat ju i keni apo jo. Po, faleminderit Tina çdo herë sepse jo në gjitha ftesat mund apo kam qenë e pranishme sepse koha, obligimet nuk ta lejon, por çdo herë kur kam mojtur për çdo gjë, dhe sjellën jetë, sjellën profesion, e kam mbështetjen e Tina. Është bukur ta dëgjojmë këtë. Ju jeni nënë një vajze, pra Alteas, të cilën e shohim edhe në disa fotografi, pra të cilat ju keni bërë një set fotografish të veshura me xhublet, po e përcjellni trashëgiminë pra kulturore, sa në fakt është ajo më rëndësi? Është shumë më rëndësi, sepse siç e mora unë nga prindrit e mi, e ndjej veten të obliguar t'ja përcjellja edhe fëmijët tim, se si ajo do ta përcjell do ja lëm kohës, sepse mi modernizua pak si shumë, por është ruajtur më shumë se 4000 vjet, ne kemi shumë kollaj ta shtaruajmë. Dhe kam një vajzë, po, është 2 vjeç, Altea, dhe mos të mrekulli kur e kam pa, por ka qenë një gjë shumë e bukur kur e pash të veshur në xhublet diçka aq të vogël. Dhe jo vetëm për vajzën time, po kudo që shoh fëmijë që pe veshën xhubletën, çakshirët, në skenë kështu me radhë, mbushet zemra, mbahet zemra mal, sepse po trashëgohet edhe nga brezi i ri. Nga kush e fitoi xhubletën aq e vogël ajo? Xhubletën e kemi marrë te një kushrir, por personalisht tani jam duke e punuar xhubletën e saj. Atëherë do të thotë jeni duke e punuar xhubletën e saj personale, do të thotë për tani për këtë moshën që ka apo jo? Po, ta ketë kujtim dhe pse jo ta përcjellja edhe ata në breza tjere kështu me radhë. Është bukur, do të thotë që ende mund të punohen dhe të ruhen. Ashtu që do duhet, apo i keni të gatshme që nga fëmiria juaj edhe në moshë kur të rritet pak sa më madhe, ndoshta që të fillojë edhe ajo në pjesë ndonjë shoqate. Shpresoj dhe uroj që ta ketë dëshirën e vullnetin edhe ajo, siç e kemi pasur ne, të jetë pjesë e folklorit, e skenës, të veshin xhubletën sa më shumë. Kështu që besoj që jo vetëm në folklor, por në çdo aktivitet, sporti, çdo gjë tjetër, sa më shumë të angazhojmë fëmijët, i largojmë sa më shumë nga rruga e keqe. Kështu që vetëm mirë fitojmë prej asaj punë. Kështu që shpresoj të ketë vullnetin, të jetë pjesë e skenave me veshje tradicionale. Është vërtet një mesazh i bukur, pasi që po na flitet edhe 28 nëntori edhe kështu besoj se është udhës që të përcjellim mesazhe të tilla që të ruhet kultura, veshja, tradita jon. Duhet të ndalemi tani edhe tek pjesa tjetër, pasi që pak e shumë e komentuam kontributin tënd dhe vërtet përgëzoj për këtë, por duhet të di edhe sa i përket, do të thotë, asaj bukurisë siç është të kurorizohesh për mi, si ke menduar ndonjëherë që të vazhdosh me te, apo e kishe lënë me kaq? Jo, e kam lënë me aq, se nuk është se kam pas dëshirë të jem unë e kurorizuar apo të kështu, nuk e kam pas atë mendim që të shkoj, ka qenë rastësisht. Po s'kishe ka t'ja mbaje, u zgjove në publik. Ka qenë rastësisht dhe jemi rrit pak edhe me tradita më të vjetra. Dhe jo se ma ndalonin prindrit, ndoshta edhe se kishin më as qejf, por fillimisht duhet jemi përkushtuar me ndaj familjes sime, kam primare familjen, kurse mendoj që suksesi i vërtet, pavarësisht çdo kush nga ne do donte vazhdonte, të kishte një karrierë, një profesion, por kur është familja në pyetje, mendoj që suksesi më i madh është të përcjellim tek fëmijët kohën tonë të vyer dhe të rrisim ata
në një frymë shumë të mirë afër ty në çdo herë. Dhe mendoj se ky është suksesi i vërtet që unë për vetin kam në parësi apo si them. Kurse në skena kështu do doja, por koha, obligimet e kështu me radhë nuk është se ma kanë lejua, por po ma lejojnë. Dua të ndalim edhe tek një detaj, por që ka shumë rëndësi, pasi që mund të shohim edhe në monitor, do të thotë që ka të bëjë me videoklipin e dasmës ditës më të veçantë në jetën tuaj, pra kështu që nuk mungoj, do të thotë veshja kombëtare, si erdhi kjo? E kisha me qije që nga fejesa të realizoja diçka të tillë, doja ta veja jetën moderne me ata të kaluarën, tradicionalen, dhe doja të bëja një mix që të shohim si ka qenë dikur, si është edhe sot, dhe në fund doli diçka shumë e bukur. Dhe isha shumë e kënaqur, sepse çdo kujt pothuajse është pëlqyer, dhe të them kështu, ka qenë videoklipi i parë ndoshta i montuar në këtë lloj mënyre. Dhe diçka që do mbesin gjithmonë atë. Kujtim, një kujtim shumë i bukur si për mua e mbi gjitha, thëm për çdo gjë që bëj, një kujtim i bukur për fëmijët tanë, familjen e kështu me radhë. Ndërsa siç thënë tani jemi fokusuar tek drejtimi, pra, do të thotë edhe si nënë dhe si bashkëshorte, por gjithashtu në fakt ekziston një profesion me të cilin tani ju jeni angazhuar, në të cilin balanconi mes familjes dhe profesionit për momentin, pasi që edhe vajza është shumë e vogël, do të thotë sa i përket edhe parukërisë, tani ju keni edhe një salon tendin, na fitni pak sa më shumë, edhe si filloi kjo, si është duke shkuar? Po, kam filluar të punoj në flok, stiliste flokësh, kam përfunduar akademinë këtu në Podgoricë, dhe si fillim jam duke punuar në një lom të vogël, sepse si thash jam duke u përkushtuar fëmijët tim, familjes, por shpresoj që në të ardhmen ta zhvilloj biznesin tim me diçka më të madhe, një sallon më të madh, punë më të rregullt, sepse ka një herë edhe koha nuk ma lejon të jem aty çdo herë, por shpresoj që në të ardhmen ta zhvilloj në çdo aspekt biznesin tim. Patjetër, uroj që kështu të jetë, pasi që do i menaxhosh të gjitha së bashku. Gjithsesi, je i kënaqur me këtë profesion, që në veten në të pëlqen? Them të vërtetën, flok i kam pas anet çdo herë si një hobi. Nuk e kisha menduar që do e përfundoja, sepse në mendje kisha diçka tjetër përfundoja, një shkollë, por duke qenë se, si shtaç, koha dhe kështu me radhë, nuk ma mundësoj akoma, vendosa të merrem me hobi. Është një punë shumë e bukur dhe është e pastër, them kështu. Kaloj një kohë shumë të mirë aty kur punoj, por si shtaç, akoma nuk e kam zhvilluar aq sa duhet. Por po e gjej veten, sepse çdo herë kam pas sjell diçka nga fusha e dizajnit, modës e kështu, dhe ishte gjëja me afër që më grehi të përfundoja si fillim kjo fushë. Çfarë po pëlqejnë tani vajzat, gratë më së shumtit? Thjeshtësia nuk del kur modet, dhe çdo herë, çdo ditë më shumë pe shoh që sa më shumë thjesht, aq më bukur është. Në varet se në çfarë evenimentit janë të ftuar apo diçka, por preferoj që nga e thjeshta të shkoj gjithmonë. Si thaç, ajo nuk del kur modet. Kur ka më të shumtit angazhim, janë ato sezonet e cilat na dominojnë këtu në Malësi, që janë edhe dansmat apo jo, dhe festat e shumë. Festat janë shumë të mbushura kështu me punë, dasmat, stina e verës është çdo herë, çdo ditë pothuajse e mbushur me punë, kurse dimni ka punë, por jo si stina e verës normal. Keni ndonjë bashkëpunim me dikën nga kolegët apo si menaxhohet e gjithë kjo, pasi që dim që edhe nuset e ato dasmërisha dhe të gjitha e kanë një orar të shkurtër që të bëhen gati dhe të kombinohen edhe me make-up dhe me silimin e flokëve. Bashkëpunoj me Dianën Nicaj, si fillim për ajo është për make-up dhe unë jam për flok. E gjeta veten se mund të merrem mas kollajtit vesh me të, duke qenë se ajo është nane më kupton. Më kupton shumë mirë kohën time dhe si fillim fillova të bashkëpunoj me të, jam shumë e kënaqur, por t'ja lëm kohës në vazhdim dhe me bashkëpunime të tjera. Patjetër, këtu do jem dhe do vim nga afër që të shohim edhe profesionin tonë se si vijon e gjitha. Edhe patjetër të marrim gjithmonë edhe këshillat dhe të jemi edhe
me stilin e kohës se çfarë është ajo që është më trend që të punohet edhe patjetër pse jo, dhe këshilla që si të mirëmbahen edhe flokët të cilat i keni edhe ju vetë të shëndetshëm dhe besoj se të gjitha do jenë të dobishme. Por më tregon se si duket një ditë e Violetës me angazhimin, siç thamë, që mundohet të jetë edhe të prezantojë xhubletën, edhe të merret me profesionin, edhe të jetë familjare e mirë. Familja është shenjtë, familja do të jetë gjithmonë në vendin e parë, kështu që mundohem që sa më shumë kohën ta kaloj me familjen time. Siç e din, çdo nen besoj ka shumë pak kohë të lirë, por çdo herë mundohem të gjej atë kohë për një gatim që allurojnë, apo të them kështu më shumti, për një shëtitje, për të luajtur me vajzën, që ajo ketë sa më shumë kohë të mirë me ne, dhe kështu me radhë. Në fakt, edhe në për rrjetet sociale të kam parë që ke shumë dëshirë që të gatuash, kështu që një kohë të madhe e kushton edhe kësaj, apo jo? Po, ai tema është hobi im i dytë, dhe pak si në shtëpi gjithë kemi qejf të ha mirë, thëm kështu, dhe nuk pritoj atër as të gatuaj. Ne ke trashëguar ndonjë recetë apo je më fokusuar me këto moderne të cilat sot eksplorojmë në internet dhe gjejmë gjithë çfarë? Dëshiroj të eksperimentoj, them kështu, të provoj çdo gjë. Nëse u pëlqen, nëse s'u pëlqen, dëshiroj ta provoj si fillim. Kam trashëguar receta nga mami im, shumë receta, sepse çdo herë mbaj mend si e vogël i shkoja te kuzhina, jo vetëm të provoja, por shihja çka po bën dhe ta vazhdoja unë një ditë tjetër. Dhe vërtet dëshiroj të gatuaj. E kam me qije. Edhe kur jemi edhe te gatimi, kështu që edhe të dekorimi që tha që të pëlqejnë edhe dizajni dhe të gjitha ato detajet të cilat bëjnë syrin pra që t'i vërej dhe të duket një pamje më bukur. Tani po afrohen edhe festat, do përgatiteni besoj edhe për këtë. Ke ndonjë ushqim të veçantë të cilit përgatit apo ke filluar që të bësh gati për do të thotë për dekorimet, si duken festat në familjen tuaj? Ashtu siç është festa, ashtu çdo herë kam qejf ta mbushi sa më shumë drita. Festën jetë sa më e bukur dhe mundohem t'jap më të mirën time, që të gëzoj çdo kënd që e sheh dekorimin tim, ta bëj shtëpinë edhe më të bukur se ç'është. Kurse për gatime mundohem gjej çdo herë diçka të re, ndonjë recetë të re, diçka të re, thjesht të provojmë sa më shumë gjëra dhe duket normal sa më bukur në tavolinë. Atëherë, kur jemi në fakt edhe të festat, më duket që pak a shumë në Malsi kemi edhe traditën të cilat festat gjithmonë bashkojnë familjet, kudo që ata ndodhen dhe kështu është një bashkim i gjerë ndoshta edhe ose i afër familjar, por në kohën tonë të lirë, do të thosh jashtë angazhimeve dhe përditshmërisë asaj rutinës të cilat kemi të gjithë që të bëjmë, në pjesën e lirë, do të thotë pëlqen të udhtosh çfarë si shfrytëzon këtë vit. Po mundohemi me bashkëshortin ta shfrytëzojmë kohën e lirë në maksimum, duke bërë një shëtitje qoftë ajo në rrethanat Malësisë, Podgoricës e kështu me radhë, por kur kemi kohën më mallë, them kështu, kohë që na lejon punat e dyve, dëshirojmë të udhtojmë më larg, siç është në Evropë, Shtetet e Bashkuara. Cili vend ka lënë më shumë ditë përshtypje që ke qenë deri tani? Tani, nuk është se kam vizituar aq shumë, kam vizituar, por jo aq sa të cilësoj një ndoshta. Deri tani mund të them që Budapesti më ka lënë një përshtypje shumë të bukur, një vend në Europë shumë i bukur, kurse për pushime e verës, ndoshta në Maldive, ku kam bërë dhe muajin e mjaltit, dhe shpresoj që edhe një herë do mund shkoj. Ke bërë ndonjë plan se ku është destinacioni i rrallës? Tani për momentin jo, të më vërtetën, sepse ditët përpara i kem shumë me angazhime, festat po vinë dhe preferoj që festat i kalojnë gjirin familjar, kështu që për momentin jo. Mirë, është bukur që ta cekim këtë pjesë, pasi që është shumë bukur që shohim edhe nana, bashkëshorte të cilat kanë edhe profesion dhe të gjitha këto, diçka që nuk është lejuar ndoshta edhe nanave tona dhe gjeneratave më përpara të cilat nuk e kanë pasur këtë mundësi, shohim që sot mund të menaxhohen dhe janë mundësitë më të shumta që të eksplorohet, të shihet dhe bëhet një jetë më kualitative. Mirë, dua të di edhe një mesazh, do të thotë edhe për fund për të gjitha ato vajzat, gratë, të cilat janë duke në ndjekur edhe
ndoshta nga aspektet të ndryshme edhe nga vetë aspekti i ruajtjes kulturës trashëgimisë sonë apo i vetë profesionit apo nuk e di ndonjë mesazh ke që ta përçosh tek ato që janë duke ndjekur kudo që janë. Ndoshta jam e re të jap një mesazh sepse jeta ime sapo ka filluar, them kështu. Por një gjë që nuk gaboj mund të jetë që të duam sa më shumë gjëra që i kemi falas në këtë jetë, siç janë dashuria, familja, traditat e kështu me radhë, se sa gjërat që po na kushtojnë, gjërat materiale, jemi lënë pak si shumë prej rrjeteve sociale, po nuk po duam realitetin, por jo realitetin, kështu që mendoj që t'jemi lumtur pikës pari me shëndetin që kem, sa të kemi, dhe t'jemi lumtur me gjërat që i kemi falas në këtë jetë. Mendoj që ky mund të jetë mesazhi më i mirë për çdo nën, për çdo fëmijë, për gjithkën. Vërtet mesazhi më i bukur të cilin mund të marrim dhe besoj se tani më ke ngritur atë kurrëshin dhe dëshirën për të realizuar edhe një emision që ka të bëjë pikërisht me këtë, kështu që do dosha të gjitha ato të thotë një pjesë e vajzave të reja apo edhe nanave apo në profesione të ndryshme që ti kemi edhe këtu në studio të diskutojmë për këtë, pasi që si ndikojnë edhe në familje dhe në përditshmërinë tonë edhe rrjetet sociale apo diçka tjetër të cilën e përmendë, dhe ishte mesazhi më i bukur që mund ta merrnim që pra të shijojnë thjeshtësinë edhe të jenë më nga realiteti dhe jo çfarë shfaqet në ato rrjete sociale. Vërtet shumë mesazh. Është masë normale që ne pjesë më të bukura i qesim aty, por tash përditshmërinë tonë, ndoshta dikush nuk do e besonte se e kemi përditshmërinë, kështu që mos bazohemi shumë në rrjetet sociale, gjithë lakmojmë, gjën e bukur, gjithë lakmojmë pasuri e kështu me radhë, por gjëja më e bukur mund të jetë paqja në familje, dashuria, gjitha gjërat që i kemi falas nga jeta. Mirë, besoj ta diskutojmë përsëri këtë temë. Kështu që më mbetet në fakt të falenderoj shumë për gjithë këtë përfaqësim të cilin e keni bërë me rubretën, në të cilin Peroni dhe Petra shikoni edhe tek fëmia juaj, dhe kështu besoj edhe me këtë bisedë që t'i nxitni edhe të tjerët që ta bëjnë një gjë të tillë, dhe patjetër edhe për gjitha mesazhet tjera të cilat i kemi marrë gjatë bisedës. Uroj suksese edhe në profesion. Shpresoj të kemi edhe bisedat e tjera në atë drejtim. Ishte kënaqësi që të kishim në studio. Faleminderit juve, besoj dhe mendoj që për secilin nga ne është kënaqësi të jemi pjesë të televizorit Bojnë, ku gjej rastin të përgëzoj pronaren e televizionit për forcën që ka pas, për punën e paloshme me gjithë stafin e saj, që ky televizor të jetojë edhe sot dhe të jetë dritare për malësinë. Faleminderit. Besoj të kemi sa më shumë gra të tilla, të cilat kontribuojnë për vendin e vetë dhe gjithmonë bëjnë më të mirën edhe për ruajtur kulturën, traditën dhe të gjitha. Ishte kënaqësi, faleminderit. Shikues të nderuar, më mbetet t'ju falenderoj dhe ju për vëmendjen tuaj që qëndrua së bashku me ne deri në këtë momente. Atëherë kishit rastin që të shikoni pra dhe intervistën me Violeta Gjokaj për të mësuar më shumë dhe se si duhet të gjithë të kontribuojmë në shoqërinë tonë dhe patjetër gjithmonë të ruajmë atë kulturën, traditën edhe familjet të tona. Atëherë takohemi sërish së bashku në emisionet e tjera. Mirupafshim.